Në një moment I caktuar. bëndën vetes, Azil ti. Jo, s'është problemi aty. Në një moment caktuar dalja nga vetja mund të ndodh çdo gjë, mund të pritet çdo gjë dhe duke menduar se kontrollon vetë. Aq më tepër që ne Ose aty, ku do duash? Hajde më. atë aq më tepër që ne domethënë jemi tezoruar nga pjesë e jetës natës me pjesën e gjumit të shumë gjërave dhe e jemi detyruar që të përballemi në jetën e përditshme me punën që bëjmë me njerëz të çuditshëm jashtë kësaj shtëpie dhe prandaj është ajo pjesa e nervozitetit që ka bërë dalë nga vetja që duket ajo pjesë se është fort e këndshme për publikun. Por shpresoj që Të mos ndodhë. Bravo. Gretës apo? Po, Këndushti. Ti dhe bëshë gjini. ku dhe më mbar? kush ka qenë në jetën tënde roli më i pa dëshiruar që ke pas një? Ose roli më i vështirë, më saktë, i pa dëshiruar, ose roli përderi se ka marrë sigurisht. Rol të padëshiruar, ne funksionojmë kështu me oferta. Bie telefoni, do ta bësh, ka s'kam dashur e kam refuzuar. Roli më i vështirë ka qenë nga një vepër e Martin McDonald që luaja rolin e një të sëmuri mendor, fizik. Edhe kishte shumë sfida, në sens është një çik temë delikate, mund të kaloj shumë kollaj në tallje, duhet të mbash një lloj mase, duhet të jesh në psikologji, duhet të jesh në fizik. Edhe më ka Ishte i vështirë? Ishte shumë e vështirë se është rol delikat vëlla. E ke parasysh nuk është kollaj të luash një person me aftësi të kufizuara, se mund të merret për tallje, mund të merret për paragjykim, duhet të ruash një lloj balance, një lloj mase që kërkon shumë studim, kërkon shumë punë, kërkon shumë analizë, kërkon shumë prova, shumë konsulta me regjisorin, me partnerin, se për hir të së vërtetës, domethënë, ndoshta të ngëllon keq ose ashtu, por në shumë momente më kapte edhe ai budallalliku im edhe e çoja shumë më tej për të qeshur e për të krijuar në skemë ose ndonjë gjë aty. Rrezikonte të ndodhte edhe në Kush ishte roli se shfaqje. nuk e kapa? Ishte roli i një personi me aftësi të kufizuara mendore dhe fizike. Okej. Nuk është thjesht. Super dram ka dalë. Bravo. Edhe me vlerësim me çmim në fund.